Se paktën për një javë ditë ndoshta ka kohë që në seancën e ardhshme mu përgjigj, po megjithatë duhet njohur që është i papërgjithshëm si kryeministër, pak shpresa ekzistojnë që do të përgjigjet. Në emisionin Target në RTK të datës 25 mars 2012 keni deklaruar se keni përmendur në bisedime me Serbinë në Bruxelles dhe Luginën e Preshevës. Pyetja parlamentare është kur dhe si e keni përmendur dhe cili është rezultati i këtyre bisedimeve. Faleminderit. Ministri shpeshojmë nuk qenë ka këtu, pyetja ime ka të bëjë me financimin nga Federata Ruse në fushën e trashëgimisë kulturore, siç është publikuar në një raport të UNMIK-ut, por me çaj nuk qenë ka, apelojmë për herën tjetër. Faleminderit kryetar, unë kam dy pyetje për ministrin që kanë bënë me të njëjtën çështje. Është për masën e mbrojtjes prodhimit të cimentos në Kosovë, të Shartcemit, dhe pyetja ime ka të bëjë me atë se çfarë përfitime ka realizuar realisht kompania Titan përmes Shartcemit si pasojë e kësaj mase, dhe në anën tjetër sa kanë qenë rënja importeve nga Shqipëria dhe sa vazhdon tjetër rënja importeve të cimentos nga Shqipëria si rrjedhoi kësaj mase. Po më qenë se ministra nuk është këtu, atëherë do t'ja shtrojmë në seancën e ardhshme, duke shpresuar që ajo do të vijë të përgjigjet.